Fabula me dhelprën, një botë plot ngjyra dhe shan për fëmijë 5+. Shfaqja Fabula me dhelprën e bazuar nga La Fontaine vjen e sjell me shumë ritër lojë dhe energji pozitive për publikun më të ri. Kjo vepër, e konceptuar në formën e teatrit me kukulla, hap një univers plot fantazi, ku morali i fabulës dhe mjeshtria aktoriale bashkohen në një eksperiencë edukative dhe argëtuese. Regjia dhe dramatizimi mbajnë firmën e Dragan Dovlev, i cili jep shfaqjes si një frymë moderne, të qartë dhe të kuptueshme për fëmijët, por njëkohësisht të këndshme edhe për prindërit. Në skenë shkëlqejnë aktorët Melika Kastrati, Dea Pajaziti, Ilir Reqi, Gëzim Zherka dhe Flakron Aliu, të cilët me profesionalizëm të lartë i sjellin kukullat në jetë, duke i transformuar në karaktere të gjalla, dinamike dhe plot humor. Gjatë provës gjenerale, të cilën e gjyruam nga afër, u vure puna e përkushtuar e ekipit, nga lëvizjet e sinkronizuara të kukullave, të interpretimit vokal dhe ritmit skenik. Aktorët demonstruan një nivel të jashtëzakonshëm kontrollin dhe lojë, duke krijuar momente të paharrueshme që premtojnë një shfaqje për të shijuar nga të gjithë. Ky produksion u prezantua mbrëm në Teatrin Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj Shkup, ku krijoi një atmosferë të ngrohtë, plot buzëqeshje dhe emocion. Fabula me dhelprën synon të mësoj fëmijëve vlera të rëndësishme me një mënyrë të thjeshtë, të kuptueshme dhe artistikisht të pasur. Një shfaqje që ja vlen të shihet, e bukur, edukative dhe plot jetë. Ka gëzo, gjyrë kafe të kuqrem, me të feqë dhe veç të prem, dhe trup, jo aq të gjatë, sa ishtin e gjatë. Përshëndetje Vale, mirë se ke ardhur në Teatrin Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj, ku po përgatisim, jemi në prag të premierës Fabula me dhelprën. Është shfaqje për fëmijë 5+. Mund të vinë prindërit me fëmijë të madh nga të gjithë dhe ne jemi shumë të lumtur dhe ju presim gjithë fëmijët me prindërit. Ishte si duhese për gjithë mund të them, sepse nuk kemi eksperiencë shumë të madhe si aktorni me kukulla, por fatmirësisht kemi mësuar mirë dhe regjisori na tha që jemi në nivel sikur të kemi kryer akademi. Aq të talentuar jemi si aktor. Jemi mundu me i dhonë shpirt, sa kemi edhe ne, po do ta shihni kur të vini. Një koment i një kolegut ishte se na tha kukullat luanin si ju, si aktorët, pra i kemi dhënë secili shpirtin ton. Në fillim ishte pak sfiduese, por me kalimin e kohës, me përsëritje, me prova të ndryshme, na u bë pak më normale, e mësuam, tani mund të themi se jemi të sigurt që mund të luam para publikut. Nuk ishte shfaqje, nuk isha profesionale unë, sepse shfaqja ishte profesionale, quhej Pralla Postare, ishte me një regjisore nga Bugaria, Katja, që ishte eksperiencë shumë e mirë për neve, sepse ishim student, por gjithashtu edhe sfiduese. Ishte edhe më ndryshe, se atje kishim kukulla më ndryshe, këto janë lloje tjera, kështu që sa çdo lloj e kukullës që e mësojmë është një eksperiencë shumë vyse për ne si aktor. Faleminderit, Vale! Faleminderit! Shihemi në premier! Hajdeni të gjithë! Hej, saj ma që është! Hej, a me do se du ta bëjnë cop, apo a do ta bëjnë cop? Kur s'ka marrë t'i shka të t'il? Hej, shku pjës e se kajnë, shumë kujdes, se mos a bëjnë cop! Nuk është të rëse. Ju përshëndes, madhëri, qëfar elegante, qëfar krijesë mrekullueshme.
nuk të isha piktore, se student parti me knatësi dhe të vizatoja. Nuk bi prej komplimenteve. Përshëndetje! Pas kësaj kukullë? Hajde ta shohim. Wow, Melika! Përshëndetje, Vale, mirë se erdhe. Hajde, Melika, na tregov ti e ke dhelprën, është të gjithë janë rolet kryesore, apo jo? Mirë po, dhelpra dhe fabula, ishte? Po, mund të themi që është roli kryesor, edhe pse jo që kolegat kanë më pak punë, besoj që gjithë kemi njëjtë punë, bëjmë punë njëjtë. Po, është normale, se cili rol e ka peshën e vetë. Ashtu. Më trego ke pasur para kësaj përvoja, po hera parë që ballafaqohesh me këtë, me teatrin e kukullave? Jo, është hera e parë që punoj në kësi lloj shfaqje me kukulla, është hera e parë në jetën time që mbaj kukull në dorë. Është sfiduese, ishte sfiduese për ty? Ishte pak si shumë. Por ka një muaj e gjysë që punojmë këtë shfaqje dhe mendoj që arritëm sa do pak ti mësoj. Perfeksionuar tani dhe din të luash me kukulla në teatr dhe fëmijët i pëlqejnë shumë, po je ballafaquar me ndonjë element që nuk je mundur me njëherë ta rrokësh për shembull, se pak është teknike e rëndë me këtë? Jo me një, po me shumë elemente. Në fillim s'dija si ta mbaja, ke dy duar, dhe duhet ta mbash me një rëndor trupin, me një rëndoj dy duar, por me prova, po, më në fund. A kishe dashur e më tutje të vazhdosh me kësi parë lloji teatri? Po, pse jo? Një ëmbël për të më të vegjallit. Po, pse jo? Të urojmë shumë suksese dhe të shohim me shfaqje tjera. Shumë faleminderit, Vala. Një përshëndetje me kukullën tonë dhe për televizionin tonë. Po. Dhe për miqtë tanë të vegjël. Ditën e mirë, ose natën e mirë. Macën nuk e përmenda rastësisht, por para se të arrijë ka jo, dhelpra sikur pati do vitur pa këndshme me qelin dhe me ketrin. Në ndan vetëm një ditë nga premiera e shfaqjes tonë me kukulla, Fabula me dhelprën, nga Lo Fonteni, në regji dhe dramatizim të Dragan Dovlevit. Jemi mëse të ngazlyer për këtë premierë të kësaj shfaqje, sepse ka kaluar një kohë gjatë kur ne kemi pasur në teatrin tonë shfaqje me kukulla, dhe mezi presim reagimet e para të fëmijëve bashkë që do të vinë me prindërit e tyre, sepse kësaj radhe shfaqja edhe risjellja e parë dhe e dytë do t'jepet në skenën e mbrëmjes, dhe me thënë në orën 19. Jemi mëse të kënaqur nga interesimi i madh i gjithë atyre prindërve që kanë shpreh dëshirë që fëmijëve të tyre t'ju dhurojnë diçka me vlera të mirëfillta, pra të ndjekin një teatr, një shfaqje ku do të kënaqen, do të përjetojnë magjinë e teatrit dhe thjesht do ta shohin për së afërmi, aq më tepër këto kukullat. Unë kujtoj se kjo shfaqje, këto fabulat të La Fontenit ka një rëndësi shumë të madhe. E dim se fabulat janë tekste ku personazh kryesor janë kafshët, mirë po këto kafsh karakterizojnë të gjitha vetit, virtytet, mënyret, veset e njerëzve. Dhe kjo është ajo që për shembull fëmijët shumë kollaj e marrin mesazhin nga këto fabula. Aq më tepër kur ne si teatër e paraqesim nëpërmjet shfaqjes me kukulla të inskenuara, dhe kujtoj se kjo është ajo që e veçon gjithë këtë punë që e kemi bërë deri tani. Vlen të theksoj se në këtë shfaqje luan Dea Pajaziti, Melika Kastrati, Ili Reçi, Gzim Zherka dhe Flakron Ali. Kemi pasur edhe bashkëpunëtor të jashtëm, do me thënë me muzikën e ka bërë Igor Vasiljev, mjeshtri kukullave ka qenë Kirill Vasiljev, dhe po ashtu skenografin dhe kostumet i ka bërë Enes Deari. Ajo që e kam përmend edhe aktorëve, po do e përmend edhe tani, regjisori është mëse i kënaqur nga aktorët të cilët në një farë mënyrë e kam pasur si një përvojë të parë
këtë lloj shfaqjeje, për shembull të luajnë me kukulla, që vërtet ja ka ndalur, këtë gjë ma ka thënë edhe regjisori dhe unë këtë nuk e mohoj dhe e them me kënaqësinë më të madhe sepse vërtet ja ka ndalur. E kam parë shfaqjen në përprova, tani kam marrë ta shoh edhe në provën gjenerale dhe mezi presim të dalim me premierën. Vale, ajo që dua ta shtoj është se kjo shfaqje me kukulla, Fabula me Dhelprën, të gjitha biletat për 3 shfaqje janë shitur për një kohë rekord. Dhe kjo flet shumë për atë se sa janë të interesuar prindërit, fëmijët. Dhe besoj se kjo do të jetë edhe një thirrje, një apel qoftë institucional që sa më shpejt të zgjatet dora këtij institucionit, sepse ne më tani e dim se në çfarë kushtesh po funksionojmë, edhe të themi për gjithë ne të punësuarit, qoftë për teknikën, aktorët ose administratën, këto kushte nuk lën për të dëshiruar. Shpresoj që sa më parë të arrim në atë që duam të arrim, sepse ne nuk kërkojmë diçka, nuk kërkojmë Disneyland këtu në Shkup për fëmijët, por e kërkojmë një nevojë bazike për fëmijët, teatrin për fëmijë, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë ndikon në zhvillimin e tyre edukativ. Prvo da kažem дека ова не ми е прв проект на кој што се зборува на албански јазик. Претходно на истиот овој простор, уште во некои претходни времиња, кога ова беше детски театарски центар, имам режирано Мачорот в Чизми, а во периодот 2005 и 2006 во рамки на еден проект Search for Common Ground имам изрежирано 3 мултилингвални куклени представи, во кои што се зборуваше на македонски, албански, турски и ромски. Од овој проект сум презадоволен, значи налетав на една многу добра актерска екипа, бескрајно се талентирани и млади и што е можеби најважно и паметни. Поседуваат петорицата со кои што работев, а неам никакво сомнение дека и останатите вработени се тука на некое слично ниво. Поседуваат неверојатна, би рекол, сценска интелигенција, што е права среќа за секој режисер. Само пофални зборови за сите, флякрон идеја се, би рекол, ако станува збор за куклен театар, на некој начин неизбрусени диаманти, што би рекле американците natural, баш се двајцата natural. Другите двајца, Мелика и Газим, имаат неверојатен скок, квалитативен со работата со куклите од првата недела до крај. Значи, неверојатен напредок има и двајцата, што е исто така сон на секој режисер на куклени представи, така да многу сум среќен што работев со нив. Илир има така малце поинаква улога, тој е нараторот, го игра Дабот, овде присутниот, и така е малце специфична улогата, да не откривам премногу, ќе видите самите од представата, се надевам. И би сакал да кажам уште 2-3 збора за самиот театар, значи што се однесува до човечкиот потенцијал, до актерскиот ансамбл, до техничките служби, до администрација. Јас немам никаква замерка и ви гарантирам дека луѓето си ја знаат многу добро работата и ако ги остават да си ја работат оваа работа, вашата иднина и иднината на, ајде да кажам така, театарското образование на вашите деца е загарантирана. И сега, како стои работата во политиката, во правниот дел, во административниот дел, не знам, слушам лоши работи и навистина би било преголема штета, откако веќе е основан овој преубав театар, да згасне туку така. Тоа би било навистина голема катастрофа за мене.